It is great to be here for us. Është gjë mrekullueshme që ne jemi sot këtu and to see God's beautiful creation that He has created. Dhe shikojmë krijimin e mrekullueshëm Perëndis që Ai ka krijuar. And I have the great privilege this morning Edhe sot këtë mëngjes kam privilegjin e madh about speaking to you about the great God who created this great beauty. Edhe t'ju prezantoj me Perëndin e mrekullueshëm që ka krijuar këtë bukuri të manitse. And I think last evening when we left to go back to Tirana, edhe natën e kaluar kur ne u kthyem në Tiranë, we got devastatingly lost. Ne humbëm në mënyrë të tmerrshme, pra nuk e dinim fare se ku ishim. And I think that we saw some views that maybe even most of you haven't seen. Edhe pam disa pamje që besoj që pjesa më e madhe juaj nuk e keni parë. Then I go back to Tirana. Dhe pastaj kthehem prapë në Tiranë. And I see the lifestyle that is being led by humanity. Dhe pastaj shikoj atë stilin e jetës që jetojnë qenjit njerëzore. And the sinful world that we live in. Edhe atë botën mëkatare që ne jetojmë. And so it's also my great privilege this morning Dhe kështu që është gjithashtu privilegji im I madh këtë mëngjes to preach about the great loving God të predikoj në lidhje me Perëndinë e madh të dashur. And the hope that He has provided for each and every one of us. Edhe për shpresën që Ai ka përgatitur për secilin prej nesh. And that truth and that hope ajo shpresë dhe ajo e vërtet is found in an empty cross. Edhe gjendet në një kryq që është bosh, pra nuk ka më personat kryq. And an empty grave from 2000 years ago. Edhe në një varr bosh që nga 2000 vjet. In 1 Corinthians chapter 15. Tani te para Korintasë kapitulli 11. And you want to have your Bibles, please. Ju lutem nëse mund ta hapni Biblën tek e para Korintasë kapitulli. But in the first 4 verses, but especially verses 3 and 4. Por në mënyrë të veçantë vargjet 3 deri në 4. I want you to, as we read this, to focus in on dua që ndërkohë që lexojmë të fokusohemi te that this was God's plan according to the scriptures. Që ky është plani I Perëndis sipas shkrimeve. I want to read 3 and 4. Yes. Para Korintasë kapitulli 15 vargjet 3 deri në 4. Sepse ju kam transmetuar para së gjithash atë që edhe mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varros dhe se u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, dhe se ju shfaq Kefës dhe pastaj 12-ve dhe më radh. We want to talk about this great God who created all this beauty. Ne duam të flasim për këtë Perëndi të mrekullueshëm që ka krijuar gjithë këtë bukuri. And how we chose as people to sin. Edhe se si ne njerëz mëkatar. And how God has provided the sacrificial lamb. Edhe si Perëndia ka siguruar një qenj që ka sakrifikuar për neve. That we can have hope që ne mund të kemi shpresë in the forgiveness of our sins. Në faljen e mëkateve tona. And that is the very basis of the gospel. Edhe ky është vetë baza e ungjillit. That we are forgiven by the blood that was shed by Jesus Christ. Që ne jemi falur nga gjaku që është derdhur nga Jezu Krishti. Now we did not get what we deserved. Ne nuk kemi marrim atë çfarë ne meritojmë. And that is His mercy. Edhe çfarë ne nuk meritojmë është mëshira e Tij. Rather He secured our eternal redemption. Edhe por në vend të kësaj ka siguruar shpengimin e përjetshëm. Now we who are Christians, tani ne që jemi të krishterë, and it is our responsibility to imitate Jesus Christ. Edhe është përgjegjësia jonë që të imitojmë Jezu Krishtin. And we must first imitate Jesus Christ in the fact that in death. Edhe në mënyrë të veçantë duhet ta imitojmë Jezu Krishtin në vdekjen e Tij. And we must die to ourselves. Ne duhet të vdesim në veten tonë to live for Christ. Që të jetojmë për Krishtin. And the Apostle Paul was very clear in this. Edhe apostulli Pauli është shumë I qartë në këtë. As he rebuked Peter. Ndërkohë që ai qortoi Pietrin. And I'm a lot closer to where this happened. Edhe unë jam shumë afër se you are a lot closer. Closer as I stand here in Albania. Edhe jam shumë afër tani këtu ku jam në Shqipëri, kjo gjë ku ndodhi. Than I am across the ocean in America. Sa në vendin ku jam në përtej oqeanit në Amerikë. But what the Apostle Paul told Peter in a rebuke. Edhe çfarë apostulli Pauli në fakt I tha Pietrit duke I qortuar. And where Peter was trying to please men. Ku Pietri në fakt po përpiqet të kënaqte njerëzit. Paul said that he had been crucified with Christ. Që Pauli tha që ai ishte kryqëzuar bashkë me Krishtin. And that he no longer lived. Që ai nuk jeton më, but he lived by faith in the Son of God who loved him and gave his life for him. Por që ai jeton me anë të besimit në birin e Perëndisë që e dërshi dhe dha jetën e Tij për të. So Jesus said if you want to follow him, dhe Jezusi tha nëse do ta ndjekish atë, we must first deny ourselves. Pari duhet të mohojmë vetveten, which is a mouthful.
which is a lot to say. Që është shumë fakt për të thënë për këtë gjë. We must take up our cross daily, Ne duhet të marrim kryqin ton çdo ditë and then we follow him. dhe pastaj ndjekim atë. Now, what does this mean? How does this play itself out? Tani çfarë pamje ose si bëhet kjo praktikisht? And what we're talking about here this morning Dhe çfarë u flasim këtë mëngjes? is how the gospel affects how we interact with one another. Dhe do të flasim sot se si Ungjilli vepron në ne në marrëdhënien me njëri tjetrin. And what the gospel does in our interaction Dhe çfarë Ungjilli bën në marrëdhënien me njëri tjetrin, ndërveprimin me njëri tjetrin, is that it makes Christians very hard to offend. çfarë bën që i bën bën për krishterën shumë vështirë për të ofenduar, për ta ofenduar atë. Someone walking in the Spirit of God Nëse dikush është duke ecur në frymën e Perëndis, is extremely hard to offend. është shumë e vështirë për ta ofenduar. And why is that? Dhe pse është kjo vërtet? Because they've died to themselves. Sepse kanë vdekur ndaj vetvetes. Ruth and I were driving in the Midwest America Unë dhe Ruthi po ecën një nga ato në Amerikë, diku në Amerikë. last hunting season. Është ajo stina e fundit e gjuetis. Ruth was sleeping in the car next to me, Ruthi po flinte aty afër meje në makinë. and I came up upon a big truck, Edhe pastaj erdha po shikoj që po vinte një makinë e madhe. and sticking out of a rack in the back Edhe nga pjesa mbrapa was a beautiful buck, a beautiful deer. ishte një dre shumë i mrekullueshëm, pra në pjesën e mbrapme të makinës, With huge horns. me ato brirë të mëdhej, But the deer, the way they had the deer lying on the back, por mënyra se si e kishin vënë drerin, his neck was very bent over. koka e tij ishte kthyer, domethënë përthyer në pjesën jashtë. And I think I said out loud, Edhe thash me zot lart, boy, that deer is going to have a sore neck when he wakes up. edhe thash besoj që ai dreri kur të ngrihet do të ketë dhimbje qafe. Now, is the deer going to have a sore neck when he wakes up? A mendoni se dreri vërtet do të ketë dhimbje qafe kur të ngrihet? No, because the deer is, Sepse dreri është i, and I was very glad that I was very glad that my wife was sleeping. po edhe në fakt më erdhi mirë që gruaja ime po flinte gjumë. She didn't realize how dumb I am. Nuk e mori vesh, nuk e kuptoi se ai marr që isha. Now, the second thing after we are hard to offend, Edhe gjëja e dytë e rëndësishme që është shumë e vështirë për ta ofenduar ne si të krishterë, Christians do not wallow in pride, krishterët nuk mburren në mendimadhësi, in self-pity, në vetkeqardhje or hurt feelings. ose me ndjenja të lënduara, Because Jesus, as our model, sepse Jezusi si modeli ynë, was humble. sepse Jezusi u për ul. And it was that humility that drove him to the cross. Edhe ishte pikërisht kjo për ulësi që e çoi atë drejt kryqit. Now, for those of us who are married, Tani ne që jemi të martuar, and those of you who will, edhe ju tani që tjerët që do martohen në një ditë, this part of the gospel interaction, edhe kjo ndërthurja ndërveprimi i Ungjillit, that when a spouse mistreats us, kur njëri pra në çift na keq trajton, pra bashorti na sjelltas, we are dead to being offended by it. We are dead to being offended by it. Ne jemi të vdekur domethënë të ofendohemi nga kjo gjë. See, we are not controlled Pra vinëre që ne nuk kontrollohemi by the sins of our spouse. nga mëkati i tjetrit, pra në marrëdhënie, në çift. And when we choose to walk in that bitterness, Edhe kur ne ecim në hidhrim, pra nga çfarë na ka bërë personi tjetër, we choose to walk under the curse of another person's sin. ne zgjedhim të ecim në mallkimin e mëkatit të dikujt tjetër. Rather, we are alive to the power of Christ's forgiveness. Por ne jemi të gjallë në fuqinë e Jezu Krishtit. Turn to someone and say, Ktheuni dikujt aty afër, ktheuni ajo që jeni aty afër. there's hope for me in forgiveness. Ka shpresë për mua në falje. Now, in cases of physical abuse, Tani në rastet e abuzimit fizik, a Christian spouse does not enable the sin as an accomplice, një bashkëshort i krishterë nuk e mundson mëkatin si një bashkëfajtor, but rather with loving gospel interaction por kundërzi me reagim plot dashuri të bazuar në Ungjillin, does what's best for the abuser. bën atë që është më e mira për abuzuesin. And as a church, that's where we become disciplined. Edhe në këtë moment vjen disiplina e kishës. We need to protect the women in our church. Ne duhet të mbrojmë gratë në kishat tona, And the Bible is very clear on how to go about that. edhe Bibla është shumë e qartë në lidhje me këtë. Now, to live in the victory of Christ's resurrection Tani të jetosh në fitoren e ringjalljes së Krishtit, means that it'll affect the way we interact
do thotë që do të ndikoj në mënyrën se si ndërveprojmë me njëri tjetrin. And the first place it will affect Dhe gjëja e parë që do të ketë ndikim when I'm walking in the Spirit kur unë ec në frymë is the way that I interact with my wife. është mënyra se si unë ndërveproj me bashkëshorten time. It doesn't work the other way. Nuk funksionon domethënë në mënyrën tjetër. With the circumference, the outside, Domethënë ajo pjesa jashtme, rreth i jashtëm, working in. dhe duke na shkuar drejt qendrës. It first starts with the relationship that I have with my wife, Fillon nga qendra, nga marrëdhënia që unë kam me bashkëshorten, and then spreads out. edhe pastaj përhapet si val në rrethet e tjerë të jashtëm. Now, for any one of us to have gospel interaction in our marriages, Tani ndërkohë në mënyrë që ne të kemi ndërveprim të ungjillit në martesat tona, and also in our relationships, edhe në marrëdhënie të tjera, there must be forgiveness duhet të ketë falje, in that mercy and grace of Jesus Christ. që është në mëshirën dhe faljen e Jezu Krishtit. Forgiveness is based on only one thing. Falja është e bazuar vetëm në një gjë. If you go to Colossians 3:13, please. Nëse mund të shkoni tek Kolosianëve 3:15. And I want you, as we read this, Dhe dua që ndërkohë që ne e lexojmë këtë, what is the one reason that I would forgive another person? cila është arsyeja kryesore, arsyeja vetme në fakt që unë do ta fal dikë tjetër. Colossians 3:15. 3:13. 13. Okej, falje është 3:13, jo 3:15, pra Kolosianëve 3:13. What is the one reason that I would ever forgive someone else? Cila është arsyeja e vetme që un kam që do ta fal dikë tjetër? You may read the verse. Please, would you read it? Pra le të Yeah. lexojmë së bashku, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, nëse dikush ka ankesë kundër një tjetrit, sikurse Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. What is the one reason that I would forgive someone? Cila është arsyeja prapë që un do të fal dikë tjetër? Not because I think that somehow they're really, really sorry, Jo në të vërtetë sepse atyre vërtet u vjen aq keq çfarë kanë bërë. not because I think they've learned their lesson, Jo sepse ato kanë mësuar mësim ose kanë nxjerrë mësim nga çfarë kanë bërë. not because I'm a very, very good person. Jo sepse un jam një person shumë i But mirë. what does the Bible say is the one reason I forgive other Cila people? është një arsye vetme që Bibla thotë që ne duhet të falim dikë tjetër? I think this lady has it. Pra, as Christ has forgiven us, we. Because I've been forgiven. Krishti ka falur neve, do të falim edhe ne të tjerët. Christ forgiving me is the only reason I will forgive someone else. Arsyeja që Krishti më ka falur mua është arsyeja vetme që unë fal të tjerët. Now, forgiveness is based only on Christ's blood. Dhe falja gjithashtu është e bazuar vetëm në gjakun e Jesu Krishtit. But what we want to point out here this morning, Por çfarë duam të nxjerrim këtë mëngjes, because this really affects our relationships, sepse kjo ndikon në marrëdhëniet tona, forgiveness has two aspects. falja ka dy aspekte. First of all, there's the attitude of forgiveness. Është qëndrimi I faljes. Have you ever met someone who is just grouchy? A keni takuar dikë që është kështu si gjithmonë si I acaruar, si gjithmonë ankohet, Just likes to argue? gjithmonë pëlqen të debatoj, Just wants to hold things against other people? gjithmonë tregon gishtin se çfarë kanë bërë të tjerët. They spend their whole day complaining about how other people are treating them. Gjithë ditën e kalojnë duke u ankuar se çfarë kanë bërë të tjerët atij apo asaj. Well, we're talking here about a Christian Tani po flasim ne për një të krishter who is the opposite që është e kundërta, and has the attitude that they know they want to forgive other people. dhe që e di që ka atë qëndrimin që ai dëshiron të falë të tjerët. In fact, if you wanted to have a team slogan, Nëse do të kesh një slogan të një skuadre, it would be forgivers. do të ishte falës. Now, the second part of forgiveness Tani pjesa e dytë e faljes, is transaction. gjithashtu është dhënë, shkëmbim. Now, in attitudinal forgiveness, Tani në qëndrimin e faljes, and this is very important to understand, edhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. it must happen in the heart of the Christian who has been sinned against. Duhet të ndodh në zemrën e atij personi që është mëkatuar ndaj tij apo ndaj saj. How many of us have ever said, I forgive you, but inside we haven't? Sa prej nesh kanë thënë të fal, por brenda vetes në zemrën tonë nuk e kemi falur. And the next time we have an opportunity, we bring it up. Dhe herën tjetër kur e takojmë personin, ja themi prapë në njëjtën gjë çfarë na ka bërë neve. Just to remind them how bad they've been to us. Thjesht për t'u kujtuar se sa keq na kanë trajtuar neve. Okay, that is not forgiveness. Kjo nuk është falje. That is called holding on to it.
Kjo do thotë të mbash gishtin vazhdimisht të drejtuar ndaj tyre. I think it's very important if you turn to Mark chapter 11, verse 25. Është rëndësishme që ta hapni tani Biblën tek Marku 11, vargu 29, Marku 11, 29, 11:29. 25 and then 26 if you have it. Okej, numrat I gjokam gabim. 25 dhe 26, pra Marku 11, 25, 26. Do lexojmë fillim fare vargu 25, ku thotë: Dhe qëndroni duke u lutur, nëse keni diçka kundër ndokuajt, faleni që edhe Ati juaj që është në qiell t'ju falë mëkatet tuaja. 26, please. Edhe 26 e thot, por nëse nuk ua falni as Ati juaj që është në qiell, nuk duhet t'ua falë shkeljet tuaja. This verse reveals to us how we can have freedom in our life. Ky varg na zbulon edhe se si mund kemi liri në jetën tonë. God never created you and I Perëndia nuk na ka krijuar neve në asnjë lloj mënyre, as ty as mua, to carry the sin of someone else. që të mbajmë mbi veten tonë mëkatin e tyre. Jesus Christ has carried the sin Jezusi është ai që ka mbajtur mëkatin. and carried all the sin. Edhe ka mbajtur në fakt gjithë mëkatet. Now, in the transaction Në forgiveness, këtë transakcion që e faljes, it's found in 1 John 1:9, which I believe you read, right? yes. Ky transakcion gjendet e para Gjoni 1:9 që thotë nëse rrëfejmë mëkatet tona, Perëndia është I drejtë dhe besnik të na falë nga çdo të falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo pallësi. A transaction requires confession of sin. Tani një transakcion kërkon që ne duhet të rrëfejmë mëkatin ton. Okay, can I, you two want to come up here, please? You two girls, these two girls. Okay. All right? Dy vajza do dalin këtu përpara. All right. And I need 2 water bottles. Edhe më duan 2 shishe ujë. Okay? All right. Okay. All right. Okay, throw me that. All right. And in this illustration, Edhe në këtë ilustrim, we're going to make a stretch. do të bëjmë një, domethënë do ta duket sikur është gjë shumë e holluar. And we're going to make Gensi Jesus. Okej. Do më bëj mua Jezusin. Vështirë për ta pranuar, po ja pranojmë Bobit në këtë rast. Please don't be offended. Mos u ofendoni. Just in your mind. Në mendjen tuaj, thjesht si ide. If you have to close your eyes, it's okay. Nëse doni të mbyllni syt të bëjeni. Okay, but in this, all right, Në këtë, Amy, all right, sins against Melinda. Emi mëkaton kundër Majlindës. Amy in some way has sinned against Melinda. Emi në një farë mënyrë ka mëkatuar ndaj Majlindës. All right, now, who is affected by the sin? Tani kush është ndikuar nga mëkati? Both. Të dy. All right. Now, according to what Mark 11 says, Tani sipas Markut 11 që lezuam, in the act of prayer, në atë aktin e lutjes, moment kur ne po lutemi, Melinda remembers what Amy has done. Majlinda duke u lutur Perëndis kujton, mban mend se çfarë ka bërë Emi. And the Holy Spirit convicts her Edhe fryma e shenjtë bind Majlindën to forgive. ta fal. So she takes that sin E merr atë mëkat and she gives it to Jesus. edhe ja jep Jezusit. Now, who is affected by the sin now? Tani kush është ndikuar nga mëkati? Remember, Gensi is Jesus. Unë jam Jezusi. Is Melinda carrying the sin? Apo e mban mend mëkatin Majlinda? Is she free from the sin? A është e lirë nga mëkati? Who is carrying the sin? Tani kush po e mban mëkatin? Amy. Emi. Amy is carrying the sin. Emi po mban mëkatin. This is attitudinal forgiveness. Ky është qëndrimi I falës. She is not being held by that sin. Ai nuk mbahet më nga ai mëkat. She can live her life apart from bitterness. Ajo mund të jetojë lirë nga hidhërimi. When she sees Amy, Kur ajo shikon Emin, she doesn't say, you do. dhe nuk I thot Emi, All right. She can, all right. Now, the aim, the hope, and the prayer, Edhe synimi dhe shpresa dhe lutja, and if it's a sin that affects the unity of the body, edhe nëse është një mëkat që ndikon në unitetin e trupit, pra të all right, kishës, Melinda would go to Amy Majlinda do shkoj te Emi, and say to her, you have sinned against me. edhe ti thot, Emi ke mëkatuar ndaj meje. And it's affecting the unity of the Edhe body. po ndikon në unitetin e trupit. And prayerfully and hopefully, Me lutje dhe me shpresë, that Amy then will take that sin edhe Emi pastaj do ta marrë atë mëkat and put it at the feet of Jesus. dhe ta vendos tek këmbët e Jezusit. Now, this is transactional. Ky është transaksioni. Now, there's no sin here whatsoever Nuk ka asnjë lloj mëkati më këtu. because Amy has asked Christ Sepse Emi ka
kërkuar Krishtit to forgive her, ta fal atë, and also ask my Linda to forgive her. edhe I ka kërkuar dhe Majlindës që Linda ta fal Emin. And that's where the transaction Dhe ky comes. është transaksioni që ndodh. But it always begins with an attitude. Por fillon gjithmonë me një qëndrim. Because what we say is that I can't forgive them, they never asked me for forgiveness. Edhe ne themi nganjëherë që s'mund ta fal atë nëse nuk më kërkojnë falje. So there's no transaction, Pra nuk ka transaksion, but in the attitude of forgiveness, I'm not carrying that bitterness. por në qëndrimin tim falës unë nuk po e mbaj atë mëkat, pra atë mosfalje. Because bitterness Sepse hidhërimi is like drinking poison ose zemërimi brenda vetes është si thua të pish helm and expecting someone else to die. edhe presis që dikush tjetër të vdes. Give the girls a hand, please. Jepni I don't know whose water these are. Dima kush janë. Now, I want you to understand this. Dua që ju ta kuptoni këtë. Grace Hiri is the outrage of justice. është which one is that? It's in my. It's not in the notes. Është ajo bërtitja e madhe e drejtësisë. Have you ever said that's not fair? A keni thënë ndonjëherë që keni parë vetë duke thënë nuk është e drejtë? They became a Christian, they've been forgiven, that is not fair. Ai u bë krishter, ai është falur, kjo s'është e drejtë. Let me tell you one more story. Le të tregoj prapë një histori tjetër. Are you familiar with Yoli, Gensi's son? Ai do të gjithë njëni djalin tim, pra Gensit Joelin, He's 15 years old. është 15 vjeç, He does not have his license. nuk ka patent. One day he came home Ai një ditë vjen në shtëpi from school nga shkolla, and went into the house, into their home, shkon në shtëpi, pra hyn në shtëpi brenda, and saw that that his parents were not there. edhe shikon që prindërit janë aty, All right. So, but he saw that the car was down on the street. por vuri re që ka një makinë aty përpara në rrugë, So he had some spare time. ka pak kohë të lirë, So he took the car e merr makinën, and he went to pick up his friends. edhe shko që të marr ato shokët e vet, So he had a couple of boys and a couple of girls in the car. edhe ka marrë dy vajza dhe një dy djem në makinë, All right. And so they went and he had his dad's credit card. edhe pastaj mori edhe kartën e kreditit të babait vet, So he said, McDonald's on me. edhe thot u qirasun gjithë te McDonald's. And he took all his friends to McDonald's. Edhe çoi gjithë ato shokët e shoqet e McDonald's, All right. And so they charged up a huge bill. edhe bët një faturë e madhe, And on the way home, edhe rrugës për në shtëpi, Yoli was showing off edhe Joeli po mburrej, and he made a big smash. domethënë dhe po mburrej me makinë, edhe e përplas makinën, e gërvisht makinën And two other cars. me dy makina të tjera. And the car, Gensi's car was totaled. Edhe makinën time e marrin në çojnë, And the police come policia vjen, and everyone is okay. gjithë janë në rregull, nuk ka vdekur njëri. And Gensi is called Marrin telefon Gensin, and Gensi comes vjen Gensi, and Yoli is in big trouble. edhe Joeli është të lashtë madh. Can you imagine? A mund ta imagjinoni? They come home Vini në shtëpi, and Gensi and Arta Gensi dhe Arta, sit down Yoli and explain to him edhe ulen me Joelin dhe fillojnë të shpjegojnë what he has done çfarë ai ka bërë. and how he has offended, how he has put distance in the relationship. Dhe se si çfarë ai ka bërë, ka krijuar një ndarje në marrëdhënien me prindër. So Yoli goes up to his room Kështu që Joeli shkon te dhoma e tij, and comes down a few hours later edhe vjen disa orë më vonë, and begs his parents to forgive him. edhe kërkon falje prindërve të tij. And he realizes that whatever punishment that they give him, that's fine. Edhe ai thotë që çfarëdo lloj dënimi që ato kanë caktuar nuk ka problem për të. Because he has sinned against God Sepse ai ka mëkatuar ndaj Perëndis, and he sinned against them. edhe ka mëkatuar edhe ndaj tyre. And he's willing to do whatever they want him to do. Edhe ai është I gatshëm që ai të bëjë çfarëdo lloj gjëje që t'i kërkojnë ata. The next morning the sun rises, Në ditën tjetër lind dielli, del dielli, Yoli goes to school. Joeli shkon në shkollë. His friends all say, "Hey Yoli." Joeli, He says, "That was wrong. ai çfarë bëre ishte gabim. What I did was sin. Ai çfarë bëre ishte mëkat. Please don't make fun." Mos bëni shaka, nuk është për të qeshur. Now he comes home from school that day Atë ditë kthehet nga shkolla, and he sees in front of the house edhe shkon përpara shtëpisë a brand new Mercedes. një Mercedes flak I ri. And he thinks to himself, Edhe ai thot me veten e vet. "Wow, insurance paid my dad very quickly." Thot siguracioni ka paguar babain shumë shpejt.
And so he goes upstairs Shkon lart, and still kind of humbly edhe duket prap kështu me kokë ulur, I përulur, says to his parents, e I thot prindërve. boy, that's a beautiful car that you've bought yourself. Edhe thot, "Oh, babi, çfarë makinë bukur pas ke bler për vete." That insurance must have paid up very quickly. Edhe siguracionit vërtet pas kanë dhënë lekët shumë shpejt, pas kanë dhënë mjaft sa për të blejë një Mercedes. And Gensi holds up the keys Edhe Genci merr Chelsea lart në makinës. and says, son, that is not my car. Edhe I thot, "Bir, kjo nuk është makina ime. I bought that car for you. Këtë makinë kam bler për ty. That car is your car. Kjo është makina jote." Now, I'm in no way, shape, or form Tani në asnjë lloj mënyre, në asnjë lloj forme, saying po them që that God wants us to drive brand new Mercedes. nuk po them që Perëndia do që ne të ngasim makina me flak të reja Mercedes, Right. Yes, when you're 15 years old. kur je 15 vjeç. But it is not fair. Por nuk është e drejtë. Amy could say, it is not fair. Po jemi më thotë, "Oh, po kjo s'është e drejtë." He deserves punishment for life. Ai ka dënim që dënohet për tërë jetën e tij. He deserves to never come down from his room. Ai meriton që mos dalë më nga dhoma e tij. But understand, people, that is grace. Tani, megjithatë njerëz kuptoni që ky është hiri. We don't get what we deserve. Ne nuk marrim atë çfarë ne meritojmë. And that is the great love of Christ that Christ has for us. Ky është dashuria e madhe që Krishti ka për ne. What we deserve Çfarë ne meritojmë is punishment in hell. është dënimi në ferr. And through forgiveness of sin, Dhe përmes faljes së mëkatit, we receive ne marrim His forgiveness in heaven. edhe ne marrim faljen e tij në qiell. Now I ask you, Tani ju pyes juve, have you ever heard of a better deal? a keni dëgjuar për ndonjë marrëveshje ose ndonjë, domethënë gjë më të mirë se kaq? No. Jo. I think we'll close there because of time. Is that okay? Okay. All right. If you have for us to understand the gospel, Që ne të kuptojmë ungjillin, the key part of that story çelësi kryesor I kësaj historie is that Yoli was broken about his sin. është që Joeli ishte I thyer, domethënë vërtet vinte keq në thellë në zemrën e ka kuptuar çfarë ai ka bërë, çfarë mëkati ka bërë. And he didn't dictate to his father and mother Ai nuk diktoi ndaj prindërve të tij, babait dhe nënës. what the punishment should be. Pra ai nuk e caktoi ai se çfarë duhet ishte dënimi. He was willing to pay whatever price. Ai ishte I gatshëm që të paguante çfarë do që të ishte çmimi. And the price that God the Father has required of each one of us Edhe çmimi që Perëndia kërkon, që Ati kërkon për secilin prej nesh, is that we put our belief and receiving of Jesus Christ as our Savior. edhe Perëndia kërkon që ne ata vendosim besimin dhe marrjen e Jezu Krishtit si Zotin shpëtimtarin ton. And heaven will be much more beautiful than even this countryside. Edhe parajsa do të jetë vend shumë më I bukur se ky vend këtu në këtë zonë. And the beauty of living on this earth as a Christian Edhe bukuria e jetuarit të jetës së krishterë në këtë tokë, is that we can be joyful. që ne mund të jemi të gëzuar. Amen? Amen. We can be joyful and we can enjoy one another. Dhe ne mund të jemi të gëzuar dhe mund të falim njëri tjetrin. And may that be what drives your marriages. Dhe kjo qoftë ajo gjë që domethënë është në themel të martesave tuaja. Thank you, Gensi. Thank you. Falenderojmë vërtet Zotin për Bobin edhe për mesazhin që na solli sot nga fjala e Perëndis. Edhe sot në fakt kam dëshirë që nëse ndodheni këtu dhe akoma nuk e keni njohur faljen e Krishtit, akoma ju nuk e keni përjetuar këtë falje. Pra është një gjë të thuash që po unë besoj që kjo gjë është e vërtetë, dhe është një gjë tjetër të thuash që unë jam penduar dhe kam vendosur besimin te Krishti që ai marr mëkatet e mia dhe ai të më jap drejtsinë e tij dhe të më fal mua të gjitha mëkatet. Dhe nëse keni një pyetje, keni një dyshim në lidhje me faljen e mëkateve apo diçka që ju mundon në lidhje me shpëtimin, apo keni pyetje diçka tjetër, apo keni dëshirë të njihni këtë shpëtimtar të mrekullueshëm, mund vini të flisni me mua, me Benin, me Astridin apo me dikë tjetër nga kisha. Siç e lajmëruam, kemi sot dy pagëzime, por do bëjmë diçka tjetër para se të arrijmë atje, por le të lutemi së bashku. Falenderojmë Zotin për fjalën e Tij, falenderojmë Zotin për faljen e Tij të madhe që na ka dhënë Jezu Krishtin dhe për mundësinë që na jep që ne vërtet pendohemi dhe besojmë tek ai. Le të lutemi. O Ati dashëqëllor, ne të vërtet falenderojmë që Ti je Perëndi I mëshirshëm dhe Perëndi I hirshëm, që nuk na jep neve atë çfarë ne drejtësisht meritojmë.
Falenderoj Zot që ti nuk na leve në mëkatin ton, nuk na braktisën neve në mëkatet tona, por falenderoj Zot që ti sigurove një shpëtimtar të mrekullueshëm, ti në fakt dhe veten tënde dhe birin tënd të përjetshëm, dhe birin tënd të dashur. Falenderoj Zot që ti e dërgove atë si njeri, falenderoj që ai u bë si një nga ne por pa mëkat, dhe falenderoj Zot që ai jetoi jetën që ne duhet jetonim. Falenderoj Zot që ai vdiq vdekjen që ne duhet të vdisnim. Falenderoj Zot që ti e trajtove atë si mëkatar për neve, për mëkatet tona. Falenderoj që ai u bë zëvendësuesi ynë. Falenderoj Zot që ai është shpëtimtari ynë. Falenderoj që është shpëtimtari ynë. Falenderoj Zot që përmes tij ne mund të njohim ty Perëndi, mund të kemi bashkësi me ty, bashkësi me njëri tjetrin. Falenderoj Zot që ai është shpëtimtari i vetëm dhe i vërtetë, te i cili mund të gjejmë faljen, mund të njohim ty Perëndi, mund të kemi bashkësi përjetshme me ty dhe bashkësi në trupin tënd, në trupin e Krishtit. Na jep neve hiro Zot të ecim në rrëfimin e mëkatit ton, ndaj teje, ndaj njëri tjetrit, në martesat tona, në çdo marrëdhënie, dhe përjetojmë faljen tënde, përjetojmë faljen e njëri tjetrit, dhe ecim në liri. Mëkati është skllavërues, por o Zot, rrëfimi i mëkatit dhe ecja në pendim çdo ditë është liria e vërtetë që gjendet në Jezu Krishtin. O Zot, nëse ka ndonjë këtu që akoma nuk e njeh Krishtin si shpëtimtar të Zot, o Ati dashurëllor, ne lutemi për mëshirën tënde, për hirin tënd, që ato të vinë të njohin një shpëtimtar kaq të mrekullueshëm, një shpëtimtar kaq të dashur, i cili është i gatshëm të jap vetveten në sakrificën më të madhe, në gjën më të madhe, të jap vetveten të vdes në kryq për mëkatet e tyre. A ka dashuri më të madhe? A ka hir, a ka mëshirë më të madhe se sa kaq? O Zot, lutem që ato që janë sot nuk e njohin atë, lutem o Zot që ti do japësh hir të pendohen dhe besojnë tek ai për lavdinë e emrit të Tij. Falenderoj Zot për këtë kohë së bashku, edhe falenderojmë në emrin e shmuar të birit tënd të dashur. Amen. Mirë, po kemi edhe një këngë, por në fakt para se do të bëjmë një këngë, ishte diçka që unë në fakt e